Mimoza Ahmeti është kthyer padyshim në një nga personazhet më të komentuara dhe më virale të momentit, sidomos pas hyrjes së saj në Ferma VIP 3. Prezenca e saj në këtë format ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, jo vetëm për shkak të emrit që ajo mban në botën e letrave, por edhe për mënyrën e saj të drejtpërdrejtë dhe shpeshherë të papritur të shprehurit. Sinqeriteti i saj i tejskajshëm, batutat spontane dhe veprimet e paparashikueshme kanë bërë që ajo të spikas mes konkurrentëve të tjerë. Një nga momentet më të komentuara ka qenë ai kur ajo u shtri për të fjetur gjatë spektaklit të live-it të parë, një veprim që u bë menjëherë viral dhe u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale. Këto sjellje autentike kanë bërë që publiku ta shohë atë si një figurë të veçantë dhe jashtë klisheve të zakonshme të reality show-ve. Kjo vëmendje e madhe ka nxitur edhe më shumë kuriozitetin e ndjekësve, të cilët kanë nisur të gërmojnë në jetën dhe të shkuarën e saj. Si rezultat, në rrjetet sociale kanë qarkulluar disa fotografi të rralla nga rinia e saj, të cilat janë bërë menjëherë virale dhe kanë marrë mira reagime brenda pak minutash. Në këto imazhe, Mimoza shfaqet me një bukuri natyrale shumë elegante dhe tërheqëse, duke dëshmuar se karizma e saj nuk është diçka e fituar vetëm me kalimin e viteve, por ka qenë gjithmonë pjesë e personalitetit të saj. Ndjekësit kanë shpërthyer në komente pozitive, duke e cilësuar si një yll të vërtet, një bukuri të rrallë dhe një figurë me intelekt të padiskutueshëm. Ky rikthim në kohë përmes fotografive ka rikujtuar për publikun se përtej figurës së saj aktuale në televizion, ajo ka qenë gjithmonë një personazh karizmatik dhe i veçantë. Pjesëmarrja e saj në këtë format nuk ka bërë gjë tjetër përveç se ka rikonfirmuar statusin e saj si një figurë unike në kulturën dhe jetën publike shqiptare, duke bashkuar intelektin, artin dhe spontanitetin në një mënyrë që rrallë shihet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.